Ndodhet vetëm 7 kilometra larg qytetit të Peshkopis, por fshati Zagrad është ndër më të harruarit në bashkinë Dibër. Dikur në këtë fshat jetonin mbi 70 familje, ndërsa sot kanë mbetur shumë pak. Arsyeja është e thjeshtë, mungesa totale e vëmendjes së pushtetit vendor ndër vite. I ndodhur maj malit, si shumë fshatra të tjerë të Dibrës, edhe Zagradi ka premisa të bëhet të fshat turistik, por investimet e kanë penguar. Banorët e pakët të mbetur aty thonë se mbi 80% e fshatit është larguar, ndërsa kanë lënë pasër rënojet e banesave të tyre. Banorët janë bërë bashkë dhe kanë investuar në rrugën e brendshme të fshatit duke shtruar me beton, por deri në hyrje të fshatit rruga është si mos më keq. Banorët thonë se për fushat elektorale gjatë këtyre 35 viteve mbushen me premtime, por drejtuesit vendor sapo të marrin mandatin nuk duken më aty. Këto ka 12 familje, nga 17-12 se bebi rrugës kanë hikë, mos investimi shtetit. Këto ka që 35 vjetë s'ka vu dërë hiqë. Për të mund hiqë, me forcat toja dhe me qo, pashtë, kush të vinë këtu? Shkallë s'ka mbellat kretë. Po, me bime, me bujtësi. Me bujtësi, ma tepër. Ma tepër me bujtësi, këtë rrugën e kanë shtru këta familjartë. Me shpezimet veta. Mos e diskuto, s'ka bë kanalet e zeza, ja si janë, për takë. Për zgjedhje, për zgjedhje e bëjnë asfalt, pa në i harren. Këtu kanalet zeza s'kimi, që 35 vjetë. Si, me lule, me bujtësi ka pak, që është në kushtet vështira, në bujtësi në dëmton e gërtërinat. Banorët e mbetur në fshatin Zagrad të Peshkopis thonë se nëse nuk do të ketë investime që do t'i shërbejnë të ardhmës, atëherë edhe ata do të largohen si gjithë bashkëfshatarët e tjerë.